Ballokume Elbasani të buta të shkrifta pa përdorur fijnë, një recetë aq shumë e kërkuar nga ju. Si fillim do të na duhet rreth 300 gram gjalpi shkrir, gjalpi është i vakët. Kam përdorur rreth 300 gram sheqer. Sheqer që kam përdorur në fakt lexonte që në paketim sheqer për ballokume, por unë do ju sugjeruaj të përdorni sheqerin normal, pasi unë nuk pash ndonjë ndryshim tek ballokumet e sotme krahasuar me ballokumet që kam përgatitur më parë me sheqer normal. Sheqeri dhe gjalpi duhen përzier mirë derisa të fitohet masa kremoze, siç e shikoni edhe tek video. Për të arritur masën kremoze e kam përzier me lugë druri për 15 deri në 20 minuta, por nëse përdorni sheqer normal mund të shkojë deri në 40 minuta pa ndaluar duke e rrahur vazhdimisht. Do të hedhni kokra vezë, të cilat do t'i hedh njëra pas tjetrës, dhe jo të gjitha njëherë, t'i përzijej për rreth 2-3 minuta secilën vezë. Ballokumet në fakt tradicionale bëhen në enë bakri, por meqense unë nuk kam enë bakri, po e bëj në këtë tasën që e shikoni tek video. Vazhdojmë të hedhim vezën e dytë. Vazhdojmë ta përzijem, siç e thash, për 2-3 minuta. Dhe tashmë do hedhim dhe vezën e fundit. Shikoni, masa është shumë kremoze. Hedhim dhe vezën e fundit. Përzijem për 2-3 minuta. Dhe tashmë kemi gati për t'i hedhur miellin. Mielli është miell misri i bardhë dhe për këtë recetë kam përdorur rreth 500 gram miell. Mielli nuk do t'i hedh të gjithë një herësh, por pa nga pak, duke e përzier vazhdimisht. Vazhdojmë t'i hedhim pjesën tjetër të miellit. Dhe i hedhim miellin e mbetur. Brumi i ballokumeve nuk duhet të jetë i fortë, duhet të jetë një brum që ngjit tek duart. Nuk ka nevojë për plur pjekje, sepse di që mund të marr komente nëse duhet apo jo pluri pjekës ose soda bukës. Dhe do të veprojmë në këtë mënyrë, do t'i bëjmë në formë topash, pasi ato do të hapin gjatë pjekjes. Do të rëndisim të gjitha në një tavë. Poshtë i kam vendosur letër pjekje. Dhe ballokumet do piqen me 180 gradë për 30 minuta. Tashmë ballokumet i kemi gati. Një recetë shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë.